Në kuadër të projektit Ringjallja në Kosovë dhe Metohi në Beograd po mbahet një aksion i madh humanitar në sloganin Beogradi nuk ju ka harruar. Gjatë gjithë ditës në zonën e sallës së MTS-it u organizua një pikë për të mbledhur ndihma për familjet në nevoja sociale dhe mensa popullore në Kosovë, e cila përgatiti pothuajse 3000 porci me ushqim dhe në ditë u shpërndajnë bashkëqytetarëve. Sipas organizatorëve, ngjarja është momenti qendror i një fushate humanitare që dërgon një mesazh të fortë solidariteti përmes artit, filmit dhe tubimeve të përbashkëta se populli i Kosovës nuk është vetëm dhe se Beogradi nuk i ka harruar ata. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se 7 foshnjë kanë lindur në maternitetin serb në Pasion të Amoravës në Kosovë gjatë fundjavës dhe u dërgoi urime familjeve përveç ndihmës financiare që çdo foshnjë posa lindur merr nga shteti i Serbisë. Zyra për Kosovë dhe Metohi dhuron edhe nga 50.000 dinar shtesë për çdo foshnjë të re si një formë mbështetje për familjen, thuhet në deklaratën e Zyrës për Kosovë dhe Metohi në Instagram dhe kujtohet se materniteti në Pasion u hap në vitin 2015 fal kryeministit të atëhershëm Aleksandar Vučić. Kryetari i shoqatës së gazetarëve të Serbisë, Živojin Rakočević, beson se 17 marsi vitit 2004 ishte një nga datët kur ishte e rëndësishme t'u jepej fund llogaridhënies përfundimtare serbëve me kulturë, spiritualitet, shtetin dhe të gjitha veçoritë e tyre. Siç nënvizoi ai, disa media shqiptare atëherë ishin vetëm një shkas që ende pret të përmbushën dëshira e saj të errët edhe sot 22 vjet më vonë. Kryeredaktori i portalit Pishtalka Vladimir Radomirović paralajmëroi se informacionet e pasakta rreth asaj që çoi në përndjekjen e marsit ende po shfaqen në mediat në Prishtinë pas 22 vitesh, duke kujtuar se lajmet e rrem ishin kapsul që shkaktoi dhunë masive kundër serbëve. Ai shton se përgjegjësinë më e mban edhe Perëndimi i cili marrëton në heshtje sulmet ndaj kornizave të komunitetit serb për të justifikuar vendimin për njohjen e Kosovës. Presidentja e shoqatës së gazetarëve të Kosovës dhe Metohis, Ivan Avanovac, theksoi se edhe sot mediat shqiptare po trajtojnë ngjarjen në mënyrë jo profesionale dhe se politikat editoriale dhe ata që qëndrojnë pas tyre janë përgjegjëse për këtë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha pas takimit me kryeministin Albin Kurti se nuk është arritur asnjë përparim në lidhje me çështjen e zgjedhjes së presidentit. Duke folur për marrëveshjen e mundshme, Abdigjiku theksoi se çdo zgjidhje që siguron quorum për zgjedhjen e një presidenti të ri është e mirë se ardhur, por se për këtë është e nevojshme dialogu me të gjitha partitë politike. Sipas njoftimeve të mediave në Prishtinë, një takim ishte ftuar edhe udhëheqja e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila konfirmoi se kishte marrë ftesën, por se data e takimit ende nuk është përcaktuar. Afaristët e Kosovës shprehin pakënaqësi për funksionimin e terminalit doganor, duke deklaruar se pavarësisht se autoritetet kanë marrë përsipër terminalet që më parë ishin në menaxhimin privat, ende ka mungesë të efikasitetit në shërbime me mungesë të stafit dhe investimesh, gjë që krijon kosto shtesë për bizneset. Radhët në terminale shpesh janë qindra metra të gjata dhe pritjet janë me orë të tëra ose edhe një ditë e tërë si në terminalin General Janković, ashtu edhe në atë në Merdar. Çmimi maksimal i lejuar i karburantit në Kosovë sot mbeti i njëjtë me atë të djeshme, kështu që 1 litër naftë kushton €1.86 dhe 1 litër benzinë kushton €1.49, njoftoi Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, e cila u bëri thirrje të gjithë operatorëve ekonomik që të zbatojnë me përpikëri vendimin e ri në mënyrë që të garantohet një treg funksional dhe i qëndrueshëm. Me vendim për rregullimin e çmimeve të derivateve të naftës, i cili u nënshkruar dje nga ministja Mimoza Kusari Lila, çmimi maksimal i lejuar i naftës është dhe benzinës përcaktohet në baza ditore.
Moti nesër do të jetë mesatërisht i vranët me erë të lehtë veriperëndimore dhe temperatura brendvajrore. Ditët në vijim do të jenë pjesërisht me vranësira dhe me të freskëta me shira në jug dhe jugperëndim dhe pak me ftohtë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 5 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 17 deri në 21 gradë Celsius.